Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një qumështor me petë baklavaje. Del fantastik të dashur miq, jam e sigurt që do të mbeteni shumë të kënaqur nëse e provoni. Nëse e keni provuar qumështorin, jam e sigurt që dhe kjo recetë do t'ju bëj për vete sepse del super i shijshëm. Sidomos peta e baklavas e bën akoma dhe më të shijshme. Sa herë që t'i ngulni pirunin, do t'ja bëj kërc prej petëve të baklavas. Gjithashtu mes petëve do të jetë ajo mbushja me qumështor, pra me qumësh, vezë dhe ajk. Le të fillojmë nga puna. Për këtë recetë kësaj radhe kam përdorur petë të gatshme baklavaje. Por nëse keni dëshirë mund të bëni dhe petët që unë përgatis zakonisht për baklavat të dashur miq, ato petët që i përgatis me palosje. Edhe ato mund të përdorni në këtë recetë. Unë kësaj radhe për t'i rënë sa më shkurt dhe më shpejt, petët nuk i kam bërë vetë, kam përdorur petë të gatshme. Siç dhe shikoni, kam një paket me petë 800 gramshe, paketa ishte goxha e madhe, nuk i përdora të gjitha, ndoshta këtë lloj ëmbëlsire mund ta bëj edhe 2 herë të tjera me petët që më mbetën. Petët i ndajmë 2 nga 2 dhe i hapim duke i spërkatur mes njëra tjetrës me gjallë. Pra, si tregohet dhe në video, pasi kam hapur një petë, e kam spërkatur me gjallë, në total kam përdorur 150 gram gjallë, por nuk e përdora të gjithën të dashur miq, e peshova para se ta shkrija, por në enën e gjalpit të shkrirë më mbeti pak gjallë, të cilën e lash më njam për receta të tjera, pra 100 gram është më se e mjaftueshme. Petët nuk ka nevojë t'i ngjyeni mirë, mjafton t'i spërkasni kështu shregullisht me pak gjallë dhe i vendosim petën tjetër përsipër. Pasi i kemi vënë petën e dytë përsipër, e spërkasim atë me gjallë dhe petën e rrudhosim duke e palosur. E palosim si firzamonik. E rretullojmë dhe e vëmë në mes të tavës të cilën do të përdorim për këtë ëmbëlsirë. Unë kam përdorur për çdo firzamonik 3 petë, pra 3 petë kam vënë njëra mbi tjetrën duke i spërkatur me gjallë. I kam rrudhosur si firzamonik dhe i kam rreshtuar në tepsi rreth e qark njëra tjetrës. Kështu veprojmë me të gjitha petët derisa e mbushim tepsin plot. Nuk ka nevojë t'i vini shumë gjeshur, pra lirini në atë mënyrë që edhe peta të marrë ajër dhe të krijojë ato boshllëqe të cilat do të mbushen me qumësht kur t'i hedhim masën e qumështorit. Pasi i kemi rreshtuar të gjitha petët, njëra pas tjetrës në formën e një ruloje, e spërkasim përsipër me gjallë dhe e fusim në furrë për ta pjekur siç pjekim një baklava. Unë e kam pjekur për 30 minuta me kujdes duke mos e bërë shumë të kuqe përsipër sepse do të futet në furrë sërish dhe me qumështorin. Pra, nëse e shihni që po ju ndërron ngjyrë ose do ju ulni gradacionin ose mund t'i vini një letër kuzhine përsipër që mos të marrë ngjyrë më tepër se ç'duhet, por të thahet të piqet mirë. Me që janë petë të gatshme për 30 minuta, ato u poqën më së miri të dashur miq, nuk ishte nevojë për më tepër. Ja dhe petët të dala nga furra. Tepsin e lëm më njan dhe do t'i përgatisim masën e qumështorit. Për këtë tepsi që është 36 cm, unë do të përdor ajk qumshi të grumbulluar vetë nga qumshti që unë zi zakonisht. Kam përdorur 1 gotë sheqer, 3 kokra vezë dhe 1 gotë e gjysmë me qumësht. Nëse nuk keni ajk të grumbulluar vetë në shtëpi, mund të përdorni 1 kuti pana. Ajkën e qumshtit e kam veçuar me sy të dashur miq, duke imagjinuar atë kutinë e vogël 200 ml të panës. Pra ju nëse nuk keni ajk qumshti, mund të përdorni një nga ato kutitë e gatshme me pana.
I kam shtuar sheqerin, i kam thyer 3 kokra vezë, vezët janë të vogla, nëse I keni të mëdha mund të përdorni 2 kokra. I kam shtuar gotën e parë të qumshtit, e kam trazuar mirë që masa të jetë një trajtshme, mos të jenë ato copëzat e ajkës së qumshtit thjesht në një vend, por të shpërndahen mirë në masë. I kam shtuar pak vanilje lëng, mund të përdorni edhe vanilje pluhur nëse keni dëshirë. Qumshtin ja kam shtuar pak nga pak, derisa masa është bërë një trajtshme. Nuk ja kam hedhur një hershi, pra e kam trazuar pak nga pak që të trazohet sa më mirë. Në mas kam përdorur gjithashtu dhe një lugë nise shte për ta mbledhur masën. Nise shten e kam holluar me pak qumësht dhe kemi në total 1 gotë e gjysmë qumësht. Qumësht të dashur miq do t'i shtoni me sy sa t'i dali pothuajse në sipërfaqe dhe masa e petëve mos të mbulohet komplet me lëng. Tashmë çdo gjë e kemi gati. Ja shtojmë petëve të cilat I kemi pjekur më së miri dhe do ta fusim sërish në furrë për gati 25 minuta të tjera derisa të mpikset. Nëse keni merak që pjesa e sipërme mund të digjet me që petët janë pjekur, mund t'i vini një letër kuzhine për sipër që mos të marrë ngjyrë më tepër se ç'duhet. Dhe ky është rezultati të dashur miq, del fantastike. Është super e butë nga brenda dhe plot me qumësht dhe krokante në sipërfaqe prej petëve të baklavas. Jam e sigurt që nëse e provoni do të mbeteni shumë të kënaqur, fëmijët do t'u pëlqejnë jashtëmase. Fëmijët e mi e pëlqyen jashtëmase. Nëse e provoni mund të më shkruani në komentet poshtë videos se si u doli. Do të më bëj shumë qejfi. Mos harroni ta ndani gjithashtu dhe me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.